Fshati Dumash rrjedh 7 km në jug të Podujevës, nëpër të cilin kalon lumi Llaf. Fshati numëron 200 shtëpi me afro 2000 banorë, të cilët kryesisht merren me bujqësi dhe tregti. Sipas të dhënave të Dr. Jusuf Osmanit, të botuara në librin e tij Vendbanimit e Kosovës, Besiana të vitit 2005, ky lokalitet me emrin Domash dhe Dumash është regjistruar në Sallmonet e vilajetit të Kosovës të vitit 1893 deri 1900. Për herë të parë me 1862 në këtë fshat janë vendosur 3 familje çerkeze, të cilët në vitet të 60 shpërngulen në Kastriot të Shobilis. Sipas një harte etnografike, gjithnjë duke ju referuar të dhënave të historianit të mirënjohur Dr. Jusuf Osmani, të botuara në librin e tij të 17 Besiana të fund shekullit të 19 të fillimin e shekullit të 20, ky vendbanim ka pasur 50 shtëpi shqiptare. Pas vitit 1912, shumë familje të këtij fshati për shkak të dhunës dhe terrorit janë detyruar të shpërngulen në Shqipëri dhe Turqi. Për familjet e shpërngulura janë familjet Podgorica, Maqastena, Kutleshi, Sogojeva, Paçarada e tjerë. Këtë fshat e karakterizojnë shumë mikrotoponime mjaft karakteristike, si Pozmipragu, Varët e Gjove, Arët e Lugës, Fushat e Dumoshit, Hajrati, Arat e Çerkezve, Fushat e Planve, Kroj i Regjovetve, Fushat e Behramovetve, Mullini Behramovetve dhe Mullini Regjovetve. Pozmipragu përmendet edhe në dokumentet e shkruara në defterin kadastral osman të vilajetit Vëllë të vitit 1455, e që dikur ishte vendbanim i shtrirë në perëndim të Dumoshit në anën e majt të lumit Llaf, i cili kishte 23 shtëpi, 3 beqar dhe 1 vej. Po ashtu përmendet edhe në defterin osman të vitit 1447 dhe në vitin 1487 me emrin Pozmiprag. Ndërkaq me emrin Besmiprag përmendet në defterin kadastral të Sanxhakut të Voshtrës të vitit 1866-74 me 29 shtëpi e 17 beqar. Tash gjendemi në lokalitetin ku dikur ka qenë një lokalitet tomi antik, i quajtur Pozmiprag. Këto e kanë dokumentuar historianët, edhe ma vonë, dikun vitet 80 apo thomi, kur është lavru kjo pjesë, janë gjetë disa tjegulla të atij lokaliteti. Këto e dëshmon mas miri ky Dr. Jusuf Osmani, i ka dhënë disa shënime shumë me rëndësi. Fshati është i banuar prej shumë fisësh: Podgorica, Maqastena, Kutleshi, Visoka, Paçarada, Prebreza, Gjakalia, Sogojeva, Rudari, Mavriqi, Tërmkolli, Mexhuani, Rakovica e tjerë. Është për admirim fakti se në këtë fshat është jetuar dhe jetohet në harmoni të plotë qëndësore dhe kurrëherë nuk ka pasur gatresa apo mosmarrëveshje ndërfisnore dhe gjithnjë ishin bashkë për krah njëri tjetrit. Është interesant fakti se gjatë muajve të dimrit në këtë fshat vinin për vizitë mysafir nga gjitha anët e Kosovës, nga Dugaxhini, Morava, Kosova, dhe kurrëherë nuk ka ndodhur që mysafiri të bëjë 2 në gjumë në një konak, por janë ftuar nga kryefamiljarët e fisëve tjera për mohabet, duke zhvilluar biseda dhe lojra nga më të ndryshme, por edhe duke treguar meselje shumë interesante dhe mjaft kuptimplotëe. Unë për në ju, unë për ka të ju në gjeni, me që të lashe të në katën tërë. Pa kur më lashe një të një, më la hajtare 2, më la Zedili, më la Zeneli, Dumoshit, Dumoshit jonë, për ka të për një kohë, sëtë me ka rëqarë, me sa dhe një kohë, ka të një përmenë në. A ka një përmenë në Dumoshit.
me pleç, aty me hollëdor, e me pleç, e me neja, Edhe në trimat. Edhe në trimat. Edhe në trimat. Çe di aty, po në trimat. Po. Aty nese, po ka po se nese, me ka po. Zek, na thuj diçka për fiset e fshatit ton. Sa fise janë? 7 fise. 7 fise në Dumoshen konë. Të kallëzoha që jasë martes në rëmje veti, s'kanë bo teri, sefta ajo azi që të kallëzoha, ka bo qatë martes, se mas ajo azi të në edhe i biri lamit mo që morë të bine mesën e malis Paqaradës, edhe malis Paqaradës në qashtu shumë bukur e mire, ku në gjohët e musline, bellane, në zëtit tonë ata pleq, në zëtit në gjohët i kam. Qasa fare burat mirë, terin skajt, qasa fare pa fjallë, pa zhorum, as jam shty as për megja, as për kur qo, as ja kanë farë njoni tjetit të nasenet, qasa fare teri tashe që kënena nuk liqa me thonë ta tritë, se mboni vaki një punë të me të kallëzuhet. Në mas gët një të pa me kesh. Njoni më tha zek, mora tha shurë në mas je kreva të pa me. Tha Dumosh ishin dek. Tha shapoa, tha po, tha ish dek sajt Podorica, tha Shaba Podorica, Bit Podorica, Ahmeti Vozët, Hashimi, Fejza, Rahmoni, Sheqa, Sulejmoni, tha po ta burra ishin dek. Tha shapoa, tha po. Tha shtyre qa ki babova ki, për mi 4 burra e të konë aty. Kush zotu i bënbojke, thash po të kalzet, thash i pashku njonit dhe musafir, në zëtit thash po, deli i thët zë shpis. Bo ma darkën se i kam dhe musafir sonte. Ajo dhe shkon në dvenin, ku flejnë pullat e janë gjithë nusit matë madhët e pret. Kur ja që darkën pe po që kënusën e madhe ka prej. Haj zotë që sytja që rrës që pas ka bu. Tha me që ta fashën dreke i qenije, jacije, me që ta uqej shumë sëfëre, me që ta dishëm kur po buhet sabahe. Në zëtit rinë që rini për që mund sa vesh shkon të gruja. Kur shkon thët hoj grua, tha hoj, po qysh bre thët nusën e madhe kështë e prej zëtit që rësy, thët në kështë e fikë që të në këto regla i bëj shumë me to. Le njëre tha punë. Ngoj tjërë tha ka sabahi. Kur ja nisi tha shka sabahi edhe afer, ku ja nesën gjigi u të në onë. Tha tha s'pasën pagu zopet madhë bre mos dhe më kështë se me të kresë për të qëtë ka. Tha që be se zotit ka djemë Dumosh që me të kresë të qesin. Njoni tha po dëmo e di, në zotit s'bo zohit të u përshat puna. Gjatë periudhave historike, edhe Dumoshi ka përjetuar peripeti të shumta duke u ballafaqur në armikun shekullor, që nga shpërngulja e Mozgjerëve në vitin 1878 dhe më herët, pastaj lufta e dytë botërore dhe kjo e fundit e vitit 1999 në Kosovë. Andaj për ruajtjen e kufirit dhe tokës së shenjtë, gjatë reformës agrare ranë për trullin e tyre të shenjtë, Berat Podgorica, Isuf Paqarada, Moslit Dumoshi, Zenel Podgorica e tjerë. Na sa me zënë në kanë tu me shku se më në shumë i priku se në mërë. Këmë kuvenu me bukarë. I kun tu, kësë të shpjah me vushë. Ati o kun tu një kostumë të dhe mizja saban. O një gjulletëve të më karobë më përskej. Më ka për mizja saban e du një kostumë. Vesh nuk më prieku kërkun. E shkum të kësë i 6 miliusit. Ku shkum të kësë i 6 miliusit, ati uron bukarve. Bukarë s'ka gjënë atë i vu, por na me zhurëm i tramëm atë ka pasur apo përsu. I në baras ka tu një baras. Une, në jasaban, une, Muslia, Ferati, Ramovisjoka, Ramadani, une hina në katun, na qita. Kur hinë në katun bukat, iken se zhurëm edhe kalablat, na, iken bukat për aty, e duren më tonë. Kur duren e thonë, sesin të rejshkijet atje. Ilë aty dhe shkja nuk ka kërkush, ishat një kërkush. E kësha një kërkush e temin, Muslia i Nisamena, Ferati, Muslia Samena, Ramovisjoka me Nisamena.
E sa ma ti ku se vinë Ramadan të dojë të potra në shëti, i në bashkëje vëtë, thëmë, si dhe të qanina, unë e që krena. Kërë e sërë ma sa shpije, me nësë më së kush. Unë është Ramadanini, unë krena, unë e ndurë bugarin të ja. Në pushkë. Me që u kisha pak ma hadër, ja është pak ma shkë. Edhe, unë zhë e mora pushkën, që se, në sasën që se dhe fësek me edhe në shpija, e zetë një farë. Të orë me dhe fësek, në shpija. E ferati tha ikni se pasha zotin jenë dorë bukarë shkoder ati. Gjashtë dhe të po kënë edhe një farë stali i Shamalove. Po kënë stali i Shamalove. Po i këna dhune po është një farë moli këtë ashtë më shpishu zike dhe filma. I këna një mu më shtis me dorë për dhune më kohë dhe ka, është ledin. Sa në vëllohi, sa më shkën ledin se dhune më bëga të një kohë dhe ashtë një plumat aty për manë friu shlirin. Ferati dhe saj, raci, hinë dhe dinë. Aja raci o ronë ven, ferati o tërki. E këna morë feratin, e këna popë na, ta në edhe në dëllima, po qëshin për kësë mëthën. E mërë me qëtë ko, e prunë të shia, me të strah me shia. Në rastin e ngjarjes, tragjedisë që i ka ndodhur Domoshit, që o vra Jusuf Paçarada, i gjithë fshati pa marrë parasysh çfarë fisi ose çfarë familje janë, kanë dalë në vendin e ngjarjes për me mbrojt tokat e Domoshit. Mirë po, me vrasjen e Jusuf Paçaradës, Gjendarmeria sërbe asaj kohe, gjysën e fshatit i kanë marrë, i kanë gjuhën si bofsjerlive. I kanë mbyllë një kotar edhe i kanë maltretue gjithë natën. Të nesërmen një pjesë i kanë lirue. 17 domoshnjan kanë ngellë në burg. Mirë po, ma vonë, e kanë zonë një advokat, Bit Podvorica, në Beograd. Edhe o bo gjyqin po duje, kështu që Domoshi o dasht me shit, dikush ka shit tokë, për shembull Belan Paçarada ka shit tokë. Abbas Kutleshi që dihet, kish pas shit një ka, mandej podvorist kanë shit pasuni, kanë pas lirat gatshme, për me i nxjerr për i burgut ata të burgosën që i kanë fut në burg. Ju mirë se keni ardhë, edhe unë do t'ju epi do sqarime në vitet matë mosme që shkanë ndodhë në fshatin tonë në Domosh. Reforma agrare kër u ka dhonë tokat sërbëve, tokat tona, ata kanë ardhë dhe i kanë marrë tokat tona në fshatin në Domosh. Në sërbë pe tyne, o dalë dhe shku me punu në tokën ku ju ka dhonë në atë kohë, mirë po nuk e ka punu vetëm ata që ju ka dhonë, po ju ka hidhe tjera dhe ora me i ka putë, i ka rritat pasurin e vetë bajage. Këta me zëllartë edhe baba jem, ajo ditë kë kanë konë në gjami. Cëllat çfarë vakti e konë i gjamis nuk e di kur e në falë, veç kur e ndalë për i gjamije, hajde po dalim të harat tëna. Kur e ndalë atje nartë e kanë gjithë shkonë ka livran punarat tëna. Edhe dojnë me shko ati Serbianit. Me thonë pse punahin në për tokë tëna punaj livran, a edhe nxjerë revolën, edhe ja u këtën të mos u vrasni se ju vrasë. Këta edhe nalën, nuk afruhen, a i vazhdoj tha po livron. Këtë baba që shma ka thonë edhe Migja Shabani, po ja u tregoj, edhe ja japit vërtetën. Atëhere që me bu këta tek me bu Migja, i thët i Jusuf Paçaradës thët, edhe një Paçaradë konë emni nuk ja di, që shokon. A i Paçaradi tjetër
e pas ka pas një tërnakop në dorë, kur është shku aty. Edhe i thët, Mizha, thët apo shko thët të Zenelin, Zeneli vllau i Shabanit. Thët se Zeneli, ja bon dhe qyrë thët shkone të rëthën, thët edhe nashti hekun pe arave. Shkojnë të rasin babën të Zenelin, kur shkojnë baba, thët qa bu i kalëzojnë kësi, thët jërë një kujini që tu musë majdi asë një përmas, se me shku ka lablak Sërbianin avret. A altin thanë dërë, tha dhe një vrejke, me kije. Niset baba shkën, kur shkën nga tina, i bërtet e babës, thët mësë rrasë të vras, baba dhe i thët me të mirë. Thët unë s'ja morda, s'mo rej, as mo vro, këj shi jem, këj shi kena mërnue, thët veqerë dhe puna morë, po ja bënë. Kur ja vytna, tha baba, tha si nga ta e poshta që i lujti, tha gjaku shkohut, ati i Sërbianit në ftyrë, edhe i zjuhet baba në gjëks. Në alti, e prita e babën edhe e godit që të në të hëllë. I njëjti pljumë që i ka ra babës, e godit i sëf paqaradën atje ku e në konë ma largë, në tubë, edhe e lënë dekun pa shpirt. Mizha Shabani e shet që baba vlau ju plagës, për Zenelin që ju plagës, të rëku, të pushka dhe nga, ja mërë tërnakopin pe dërë ati paqaradit. Nuk po ja di jemnin, edhe shkojnë baba halat ju gazhëmit ma të Sërbianin, u kërset altia dhe njëhera dy për ndurë, pas një unë e shëqit. Edhe shkojnë Mizha e prit atë Sërbianin qyk tërnakopi krye edhe mytë ven. Ndurët babë si ka dalë shpirti, hala për elsho baba pe veti, asë silën që i ka thonë pe Mizha, edhe i thot baba, thot Mizha, babë, thot Zenel, thot a je maj fort, thot po balmir jam, thot po je plagos, thot pak jam plagos, baba mirë thot jam. Edhe, ja rejhen kjet ati nga Sërbianit, ja qesin pe arave, ja njekun, shkojnë e marën, i sëf paqaradën aty ku kun e vramë, sa metra kun largë nuk e di, kur e ka godit pljumi, edhe afrojnë aty ku met Sërbiani i mytun. Edhe i lonë të dy bashkë, të mytë. Vinë të të shpia, kur vinë, gjanarë të Sërbis, morën ato hetime dhe shkojnë e arrestojnë babën tam, Zenelin edhe Mizhen Shabanin. I shojnë burg, kur i shojnë burg, i rokun me siklet, të tërë të rojnë, këta edhe thonë, asë këna mytë kërkonën, thëtë, kush e ka mytë, të ajo dihet. Nuk e pranojnë që e këna mytë në më tërnakop, po dhe kush e myti. Thëtë me mytë, të ka mytë, thëtë që kuj vrami. Thëtë kuj ka shku atina ty livruë, edhe i ka ra, kuj ka ra për para atina Sërbianit tërnakop, aje ka prit e ka vra. Ashtu që e kanë mojtë burgun ta një kohë, sa i kanë mojtë deri i kanë qitë në gjykim, me që të fjallë i në liru pe i burgu. Mirë po sa kanë nejtë aty në burg, tani ata nuk e di as vetë. Edhe i kanë ma tretirat që ashtu dhe asë kanë dhonë me hongër, asë me pi, që me i lodhë, asë kur pastrim se kanë lonë me i bon. Baba jem i shkon shumë i gjallë, i fort i shkon i shnush, kur i qesin me shetit. Asajde e zhonë në cëp lastër të neqe. Në tëk edhe merat të neqe, edhe kur hinë mrena në burg në knat. Ty që i tuj, ty e mreh, e bënë si kur te, si brisk ruzë. Ishë mbo, tha i beret pa rruë. Tha ju thëmë aty në Mizhe se kush e lkonë dhe tjë, thët, lagnë, thët, ty rruë, thët, me qa, thët, me qita. E mere i pastran 8 unë, me qatë të neqe. Kur shkon ai, kur shkon ai e pruri aty në Burgosniv aty me vizitue, i rrok me sikletet, kush të urrujti, ka huar brisku, kush au ka shti briskun mrena, boba i thët, nesna ka unë brisk kërkush, thët qyre me qaj ku më rruaj, në zjera të neqe, thët me qita, thët së mundshme, thët lagu të rruaj, këqyra o mundshma së mundshme. Ashtu që ka përfundue ajo parë në atë kohën ati reformës si jau ka mund të okat sërbëve. Kur o bo gjyqin po dhije, o dasht qysh ka preferu advokati, gruaja e të ndjerit Jusufit, ajo ka qenë Hajrije
bije babatenzve. Me dëshmu që gjoja se Jusuf Paçarada e pas ka vra atë Serbin i cili në përleshe ka vdek në vendin e ngjarjes. Kështu që është mundësue me i liru pe i burgu ata njerëz pa fajshëm cilë kanë dalë me mbrojt pasuninë e tyne, tokat e tyne, të cilat agraria u ka uzurpue edhe, si me thane, e kalon, jo ka kufizuar teritorin Domoshit. Gjatë aksionit famkesh të grumbullimit të armëve në 1956 edhe Domoshi nuk shpëtoi hiç ma lehtë se fshatra tjera e në shënjesër të Udbës së atëhershme qenë Bit Podgorica, Shemsi Podgorica dhe gjithë banorët tjerë të fshatit pa dallim moshe. Viktimë e maltretimeve dhe brutalitetit fizik të ushtruar ishte Bit Podgorica, një burr me autoritet të lartë dikur, i cili pas një kohë të shkurtër dhe vdes. Si dhe Shemsi Podgorica, i cili pas torturave të ushtruara prapa këtij objekti shkollor ndaj tij, edhe ky përfundon jetën tragjikisht. Edhe gjatë luftës së fundit në Domosh, forcat e urdhrive barbare përveç se shkaktuan dëme të shumta materiale, pati edhe viktimën e njerëz. U martirizuan Ajet Netush Podgorica, Fehat Ismet Podgorica, Behgjet Raif Podgorica, Burim Ali Podgorica, Sahid Suleman Maqastena, Enver dhe Muharrem Nëzjuani, Gjafer Rushet Maqastena, por pati edhe të plagosur. Ajet Podgorica ka qenë i punësuar në kombinatin Nobilic në Kosovën B dhe ka qenë punëtor deri në luftë në 1999 aty. Ka pas banesë në Prishtinë, në Dardani dhe gjatë luftës e kanë dëbue paramilitarët dhe policia serbin nga banesa, është dalë në përlagjet Prishtinës, është fshef. Aty ka Velania e përpjet, masi që kanë hyjë forcat e NATO-s në Kosovë, është kthyer në banesën e vet, ku aty ka qenë edhe një serb i quajtur Miloš Skulic, ka pas një kat më poshtë banesën. Dhe ai në ndërkohë kur ka thënë që ky është kthyer aty, ata veç kanë filluar me i kshu banesat me ik për Graçanis diku në ndej, dhe ka shkuar natën, ka rrotulluar në der, i ka ra derës, dhe Ajeti është dalë me këshyrë në atë shpionin se kush është në der, ai e ka diktue në përmes vërimës qelësit, dhe pa e hap derën fare, i ka dhe zjarë nga automati dhe ka godit dikun me 3-4 plumba, dhe ka mbet i vdekun vend. Në ndërkohë i ka marrë ai fëmin edhe një arsenal të armatimit bukur shumë 3-4 armë që i ka pas dhe ka fillue me ik për Graçanic edhe një patrull e forit atëherë e ka takue dikun të ngrohtoria dhe kur e ka pat armatosun e ka ndarë. Pastaj prokurori ka hap procedurë ndaj tina penale dhe është majt një gjykim në munges të tina, ku dikun është dënuar me 15 vjetë burg, atëherë si pas ligjeve të shtetit Jugoslav që ka qenë, halan kanë qenë fuqi, se s'ka pas ligje të në mikut atëherë, por dhe kështu ai edhe sot e asaj dite nuk dihet dikun në Serbi është i fshehur. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, si gjetiu edhe në këtë fshat, filloi procesi i arsimit fillor i të rinjve domoshian. Secilit ishin gjenerat e parë e vazhdimit të shkollimit, si zhvilloi procesi mësimor, në çfarë kushte punohi, cili ishte mësuesi i parë dhe në cilin vit u ndërtua shkolla e parë në Domosh, shohim dhe dëgjojmë historiet në vazhdim. Arsimin në komunën e Podujevës në fshatin Domosh ka filluar në pranverën e vitit 1947. Mësues të parë kemi pas Faik Haxhiun prej Podujeve. Kemi mësuar në odën e Ramadan Podgoric.
me veti kemi marrë shkomat për shpi i mundgjën ta, se karikas kemi pas të avalina jo. Kemi shkruar në fletore në goj. Ma vonë, në klasë 3 kemi kaluar në odën e Dem Potvoris, Dem Smolla e Minit. Edhe aty kemi mësu 2 vjetë. Prej aty kemi shku në klasën e parë gjimnaz Tult, kështu është quajt, në Sveqel. Kemi mësu 1 vjetë. Mësua se kemi pas Ale Muqollin. Prej aty kemi shku në Podujev. Kemi kryu gjimnazin e Ult. Në vitin 1955 kemi ardhur në Prishtinë. Kanë qenë 2 paralele të normales pranë gjimnazit të Sotum Sami Frashi. Kemi kryu klasën e parë. Në klasë 2 kemi shku në shkollë normale në Gërmi. Edhe aty në vitin, në pranverën e vitin 1960, muajin qershor, kemi diplomu shkollën normale. Sa vete keni diplomu për fshatit Dumosh, shkollën normale? Për fshatit Dumosh, shkollën normale, kemi diplomu në gjeneratën e parë 3 vetë, une, Isuf Paqarada edhe Recep Paqarada. 1 vjetë mas neve ka diplomu Ramadan Paqarada. Gjeneratë e dytë e vazhdimit të shkollimit fillor dhe të mesëm ishin Halit Podvorica, Abdi Paqarada, Sabri Podvorica, Mustaf Paqarada, Mehmet Podvorica e tjerë. Për herë të parë, në këtë lokacion këtu pas meje, i quajtur Honi e Dem Podvoricës, ka filluar gjenerata e parë në mësim në gjuhën shqipe në vitin 1947-48. Unë jam gjenerata e dytë, i cili nuk kam ndërprer kur mësimin dhe kam vazhduar dhe kam kryer akademinë pedagogjike për ciklin klasor në shkollën normale atëherë, e cila quhej Miladin Popović në Prishtinë. Kushtet të cilat ne mësojshëm këtu kanë qenë jashtëzakonisht të vështira. Është dash që ta marrim shkam me 3 komash quajtur, të cilët i marrëshin baballarët tonë, e marrshim edhe veshëm në shkollë me ta. Sa i përket shkrimit dhe leximit, nuk kemi pas as fletore, as laps. Kanë qenë disa tabela në të cilat i solli mësuesi i atëhershëm Faik Hoxha, Haxhiu i Podujevës, dhe i morëm ato në ato tabela shkrueshëm. Sa mëshëm me përveçua për 1 orë, mësimin ashtu. Kurse fillon të ora tjetër, u duhet kemi fshi atë edhe me fillua me shkrue për tjetrën orë. 2 vite ka punua këtu shkolla. Vitin e 3 ka punua ma poshtë në odën e Ramadan Podvoricës, ku aty prapë kemi mësua edhe ne edhe gjenerata e parë. Kanë filluar me orë tani gjenerata e 3 dhe kështu me radhë. Pas asoj aty 1 vit kemi mësua vitin e 3, e kam kryer unë në shkollën e Rahmon Visokës, ma nalt atje. Në vitin 1952-53 e kam kryer klasën e 4 në shkollën e cila është marrua me ndihmën e vetë vullnetarëve të fshatit dhe është ndërtuar shkolla ku aty e kam kryer klasën e 4. Pasi që kam kryer klasën e 4, jam regjistruar në Podujev në shkollën Vllaznim Bashkim u quajte, atëherë quheshëm 8 vjeçare ose gjys matura, u thonte atëherë. Vëmendje të veçantë në ndërkohë i është kushtuar edhe arsimit të femrave llapjane. Në këtë fshat, mjegull në dendës të fanatizmit e shpërbëri Hyra Maqastena dhe Sabri Podvorica, të cilat edhe pse në kushte shumë të vështira kohore dhe materiale, mbaruan shkollën normale dhe u bën mësueset e para të këtij fshati. Unë klasën fillore e kom kryer të fshatin Dumosh, 4 vite. Pastaj 2 vite kom qenë në Sveqel. Pas 2 vite, klasën e 7 kom qenë në Batllav. Kushtet
i dini fort mirë që shkanë qenë atëherë. Kur e kom kry klasën e 7, kom shku në Podujevë në klasën e 8. Pasi që e kom krye klasën e 8 në Podujevë, provimin pranues e kom dhënë në Podujevë, kurse shkollën e mesme, normalen e kom vazhduar në Prishtinë, prej vitit parë deri në vitin e 5. Iniciator që jom shkollue ka qenë vllau Faiko, se babën e kom pas pa shkollum edhe për babën nuk isha shkue. Po mirë, po tash me dëshiren e vllau, edhe baba është pajtue që jam shkollue. Po prej Dumoshe deri në Podujevë ka 7 kilometra. 7 kilometra. Dhe më thonë ju keni udhëtu kam në 2 drejtimet. Në 2 drejtimet. Edhe kemi udhëtu për shembull me tren, që kemi dalë që u konë aty Polenica që i kam thonë. Mirë, jo do më thonë jeni femra e parë e fshatit Dumoshe që da keni fillu shkollimin. E cila është femra e dytë që ka vazhdu në vërtet shkollimin pas josh? Pas nesh ka fillue, para meje ka qenë, por ajo nuk ka qenë atje në fshatin tënë, ajo pas të nalë, Hava e cila është konë, Hava Pacharada. Edhe ajo është një mësuse e cila edhe ende është të punue. Mirë, po tash pas meje kanë vazhdu tjera. Jenë konë Sabrije, se dhe Sabrija, a tjera nuk ka po. Cila Sabrija? Sabrija Podvorica. Sabrija, Po, edhe ajo është ka qenë që, po veç ajo është ma vune. Po, do më thonë, to është gjenerata e dytë. Gjenerata e dytë, se tani fillun për mu shkollu e për mu matutje, amo në përthëm që kom qenë e vetë mja one, edhe ka qenë që aty ofër që e kom pas një kolege, që bashkë me ta, ajo është konë e Sveshles. Në të dyja të në konë të pare. Mirë Hyra, ti pas përfundimit të shkollimit mesëm, edhe keni marrë titullin mësuese. Ku filluat mas parit punani? Pas përfundimit që e kom kryt shkollën e mesme, unë jem regjistru në shkollën e lartë, pedagogjike, gjuhën edhe letërsi. Edhe tani, unë një vetë e kom pas gjuhën dhe letërsin. Mirë po i kishin treguar vllavë që po na nevojitet një mësose, unë për herë parë kom fillu në shkollën në Sveqen, tash që quhet Alia Jeti. Unë për herë parë kom fillua aty. Mirë po unë nuk kom punu aty si mësose, po kom punu si arsimtare e ciklit lartë. Me thonë, aty i kom dhonë 3 lanë, se ka qenë munges e kuadrit, që nuk ka pas, edhe pas atyhet, unë e jom këthyve në fshatin tem Dumash, edhe kom punu me klasë oshtë. Sa vite ke punu në Dumash? Në Dumash kom punu 4 vite. 4 vite, edhe tani jom këthyve prap në Sveqe, edhe një vetë për shkak të kushteve, që familja u shpërngollen prej fshatit Dumash, edhe dolen Podujevë, tani për me otoë ma letë. Edhe tani prej atyhet, unë jam punësuar në Podujevë edhe ma sot e asaj ditës në punoj Podujevë. Mirë falë. Mirëra, në të tutëm, kur ju dole si kuadër i parë, femror për shembull i fshatit, si e pranoj fshati, po që atëherë ka qenë i konservatizëm jashtëzakonisht i madh për shkollimin e femrës. Si ju pritën juve aty? Muë më kanë pritë fort mirë edhe, fort mirë. Unë kom qenë tepër e kënaqur me pritjen e tyre, se na jemi aty në Dumash sa fise. Edhe unë kom punu njësoj, sikur për fisin tem, sikur për të tjerë, unë për ta jam konë krejt e njëjtë. Dhe me thonë, nuk kom pas diçka që me thonë, vëlla, jo prej këtyne, po anoj ma shumë, ja prej këtyne. Mirë, në thuj tutëm, ama me andje ke punuar në fillim, apo tani dhe pse? Jo në fillim. Pse? Pse atër kom qenë ma e ri, edhe jem konë me fresk, edhe ma krejt, tash edhe. Pavarësisht se kushtet kanë qenë punës ma të vështira. Ma të vështira kanë qenë. Mirë po entuziazmi ka qenë ma i madh. Ma i madh dhe ma i mirë.
E mirë, a mundesh me na thonë cili është dallimi tash në mes të kaluarës tonde dhe të tashmes si mësuese, apo si mësimdhënëse, fal. Vallahi për që të s'po di çka me të thonë, po më duket që atë ka qenë. Pse? Pse? Se dyqysh e kom një vetën që kur kom qenë atëhere, e kom një vetën ma të mirë. Se edhe kanë qenë edhe kolegë, edhe punëtor, edhe krejtë ma të mirë. Mirë, po edhe tash nuk është keq, se edhe tash mirë. Veç më duket që atëherë ka qenë. Tani Domoshi ka kuadër shumë të arsimor të profileve të ndryshme, por krenaria e fshatit në lëmën e arsimit dhe shkencës janë Hamdi dhe Feta Podgorica. Hamdi Podgorica është profesor doktor i shkencave juridike, i cili shquhet me punimet e tija shkencore si në Kosovë dhe jashtë saj. Është autor i 4 librave me peshë të rëndësishme shkencore juridike. Unë jam lindur në fshatin Domosh të komunës së Podjevës. Aty kam mbaruar shkollën fillore, 4 klasë, kurse 4 klasët e tjera i kam kryer në Podjev bashkë me gjimnazin. Pas mbarimit të gjimnazit në Podjev, jam regjistruar në fakultetin juridik të Universitetit të Prishtinës dhe aty kam mbaruar edhe fakultetin juridik. Pas mbarimit të fakultetit kam vazhduar me studime postdiplomike, ku kam mbaruar gjithashtu edhe magjistraturën dhe doktoranturën. Unë një kohë pas kryerjes së fakultetit në Prishtinë kam punuar si gjyqtar i gjykatës komunale në Podjev për 2 vjet dhe pas kësaj kam kaluar si drejtor i ndërmarrjes të materialit ndërtimor 8 nëndori në Podjev dhe prej aty pastaj kam kaluar në kombinatin ndërtimor industrial Rami Sadiku në Prishtinë, i cili në atë kohë ishte një gjigant ndërtimor i Kosovës. Prej Rami Sadikut kam kaluar në gazetën Relindja në Prishtinë, aty kam qenë sekretar i redaksisë Relindja dhe kam qenë edhe gazetar. Gjatë kësaj kohë, unë jam marrë aktivisht edhe me shkrime në gazetë, kam shkruar shumë komente lidhur me ligjet diskriminuese të cilat i nxjerrte në atë kohë Serbia dhe që zbatoheshin në mënyrë të dhunshme në Kosovë. Në këtë drejtim unë kam demaskuar karakterin diskriminues të këtyre ligjeve ndaj popullatës shqiptare dhe kam shuar për dhunën e egës që pushteti serb ushtronte ndaj popullsisë shqiptare. Më vonë, pas luftës, unë kam punuar si profesor në Universitetin e Tetovës, atje kam punuar deri në vitin 2005, më pastaj unë kam punuar edhe si gjyqtar i gjykatës së Qarkut në Prishtinë dhe atë kam punuar nga viti 2000 deri në 2005. Në 2005 kam kaluar si gjyqtar i gjykatës supreme të Kosovës dhe aty kam punuar deri në vitin 2008. Në vitin 2008 jam zgjedhur profesor i rregullt i fakultetit juridik të Universitetit të Prishtinës dhe aty punoj edhe tani. Mund të them se unë gjatë jetës ime një kujdes të veçantë i kam kushtuar përgatitjes profesionale time, por edhe jam marrë aktivisht me shkrime shkencore, edhe në këtë drejtim mund të themi se deri tani kam botuar 4 libra që kanë karakter universitar dhe mësohen edhe në universitete, si në Universitetin e Prishtinës, ashtu edhe në universitete tjera,
por i kam edhe rreth 30 punime tjera shkencore të botuara në revista të ndryshme shkencore, duke filluar prej atyre që dalin në Republikën e Kosovës, të Shqipërisë edhe në Gjermani. Duhet them se një 5 punime janë të botuara në anglisht, janë të botuara në Berlin dhe ato janë të shpërndara në 40.000 biblioteka anë kënd botës. Duhet them se unë vazhdimisht punoj me studentë dhe me studentë ndihem përherë i kënaqur, ndihem i hareshëm, sepse në të rit janë armëria jonë dhe gjithë bagazhin e dijes time mundohem që ta transmetoj tek të rit. Zotri Ante, ju na tha se keni punuar si gjyqtar në 3 gjykata të qëpashtë. Në përmendjet elektronike dhe ato të shkruara, citohet se gjyqësori sot nuk është efikas. Cili është mendimi juaj? Shikoni, pas luftës në Kosovë, unë kam menduar se shumë gjëra do të rregullohen ndryshe dhe shumë gjëra do t'i rregullojnë më mirë se sa që janë tani. Mund të them se gjyqësori ka deshtuar në Kosovë për arsye se çështja e gjyqësorit ka qenë në kompetencë të UNMIK-ut dhe se UNMIK-u është përgjegjës për sundimin e ligjit në Kosovë. Problemi pse gjykatat në Kosovë janë jo efikase, jo azhure, qëndron në atë se nuk ka bërë UNMIK-u një përcjellje të nevojave të gjykatave për zgjedhjen e gjyqtarëve të ri në krahasim me londë të cilat kanë bërë në gjykatë. Kështu që gjithëherë kanë ardhur më shumë londë për gjykata se sa që ka pas gjyqtar për të zgjedhur ato londë. Kështu që nga viti në vit ato janë grumbulluar edhe në këtë drejtim londë presin dorën e gjykatësit me vite të tëra. Problemi është edhe më i madh për arsye se nuk po ndërmirret diçka konkretisht në zgjidhjen e kësaj çështje shumë delikate. Unë disa herë kur isha në Gjykatën Supreme kam pas propozuar ish kryetarit të Gjykatës Supreme që të shkruan vazhdimisht organeve kompetente për zgjedhjen e gjykatësve të ri, sepse veç parashije se do të vjen deri te një gjendje e tillë. Mirë po nuk janë zgjedhur gjykatësit e ri dhe gjendjen e kemi tash çfarë e kemi. Unë mendoj se kjo gjendje amulli që ekziston në gjykatat tona mund të zgjedhet, por duhet që në këtë drejtim të ketë një gatishmëri për zgjedhjen e këtij problemi. Një mënyrë për ta zgjedhur problemin është që të pranohen gjyqtarë të ri. Kosova ka shumë gjyqtarë të ri, shumë njerëz taft që presin ndoshta edhe punë dhe të fillojnë punën në gjykata dhe të zgjedhin londët të cilat janë në gjykata. Gjyqtarët të cilët janë tash në gjykata do t'i sistemojsha për të zgjedhur ato londë të cilat të vinë në gjykatë, jo ato të cilat veç presin të zgjedhin gjykatë. Kurse disa gjyqtarë tjerë që kanë përvojë që e kanë lënë gjykatën për shkak se kanë dashur të kalojnë në për punë tjera, që kanë pas ndonjë interes më të madh, të pranohen si gjyqtar me kontratë dhe të obligohen që me honorar të kryejnë lëndë të cilat presin të zgjedhen. Unë mendoj se nëse kjo metodë aplikohet, atëherë brenda 3 vjetë garantoj se do të zgjedhen lëndë të cilat ja presin për të zgjedhur, edhe gjyqtarët e ri të cilët pranohen nuk do të lëndë që të grumbullohen në për arkiva të gjykatës. Kjo është një metodë që e kanë përkrahur edhe vendet tjera, e kanë zbatuar edhe Malizi, ka zbatuar edhe Kroacia, edhe vendet tjera të cilët kanë dalë prej tranzicionit, sepse ky problem është paraqitur jo vetëm në Kosovë, por është paraqitur edhe në vende tjera, në Shqipëri e tjera. Shumica prej vendeve kanë aplikuar këtë metodë. Kjo është një metodë e suksesshme që është provuar në praktik, edhe unë mendoj se në këtë drejtim duhet që sa më parë të veprohet. Një problem është çështja e financimit të gjyqtarëve, sepse dikush mendon se me zgjedhjen e gjyqtarëve të ri, buxheti i Kosovës do të ngarkohet te masa dhe nuk do të jetë në gjendje që të kryej shërbimet e tij.
Unë mendoj se është e kundërta. Unë kur kam punuar në gjykatën e Çarkut, e di se për një muaj kam shqiptuar dënime me gjoba 6.000 euro. Atëre 6.000 euro ishte një rrogë e imja për 12 muaj bashkë me bashkëpunëtorin tim që punojsha. Kështu që do të thotë se gjyqtari e mbush buxhetin e Kosovës e nuk shpenzon buxhetin e Kosovës. Prandaj duhet të nisë nga kjo logjikë. Unë mendoj që arsyeja kryesore që ndron në vetë njeriu, pra vetë organet kompetente që janë të autorizuara për zgjedhjen e prokurorit të shtetit, ata vetë janë në farë mënyre jo të angazhuar sa duhet për emërimin e këtij, zgjedhjen e këtij prokurori. Duhet thonë se këtu ka pas edhe pengesa juridike, sepse ju e dini një kohë prej 6 muajsh nuk kemi pas qeveri dhe gjatë kësaj periudhe nuk ka mundësi që të zgjedhet prokurori i shtetit për shkak se nuk kanë funksionuar institucionet e shtetit. Mirë po nuk është faj kryesor këtu. Faj kryesor është aty se dikush nuk po interesohet edhe dikush nuk është i interesuar që të zgjidhen këto probleme në gjysmën e Kosovës. Që të funksionoj si duhet gjyqësori. Dhe përkundër faktit se raporti progresit gjithmonë si pikë kryesore ka pas mos funksionimin e organeve gjyqësore në Kosovë. Pse kjo është një pyetje shumë e madhe që duhet të dhonë përgjigje pikëpari ata të cilët janë kompetent për zgjidhjen e këtij problemi. Zoti profesor, ne do të kthehemi pak. Ju tani jeni profesor në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, por njëkohësisht keni punuar edhe në Universitetin e Tetovës. Po. A mund të na bëni një komparacion sa i përket punës juaj këtu tek ne, në universitetin tonë dhe Tetovës, dhe si kanë qenë kushtet e punës atje, duke i krahasuar me tona? Po, duhet të them se kur kam shkuar në vitin 2000 në Tetovë dhe kam filluar të punoj në Universitetin e Tetovës, kushtet e punës atje kanë qenë shumë të vështira. Pikëpari ka munguar lokali, së dyti kanë munguar profesorët, së treti ushtrohej dhunë nga qeveria e Maqedonisë kundër këtij universiteti, sepse nuk e pranonte si universitet legjitim dhe personeli i këtij universiteti ishte detyruar që të kërkonte ndihmë prej Kosovës me kuadra në mënyrë që t'i mbulonte lond nëpër universitet. Njëri prej tyre që kam shkuar ja kam qenë edhe unë dhe më kujtohen shumë vështirë, kushtet shumë të vështira në cilat kemi punuar në atë universitet. Kujtohet edhe lufta në Maqedoni, na për të shkuar deri në universitet kemi kaluar disa barikada të forcave maqedonase për të mbërritur në universitet, kemi pas maltretime gjatë rrugës, kemi pas maltretime fakultete tjera, por mbi të gjitha na kemi qenë të vendosur që të vazhdojmë rrugën e ndërtimit të universitetit të Tetovë dhe vjen shumë mirë që sot ai universitet është legalizuar njëhet edhe nga qeveria e Maqedonisë dhe punon si gjitha universitetet tjera. Është shumë e mirë sepse na atje kena gjetë brumën kur kemi shkuar. Shumë të ri asistenta kemi pas, që kemi punuar me ta dhe tash ata janë profesor në Universitetin e Tetovës. Pa universitetit rregullt, pra universitetit shtetëror, sa i quhet universitet publik shtetëror, pra dhe tash ata e mbajnë barrën e zhvillimit të këtij universiteti dhe ndërtimit të këtij universiteti. Po sa ishte suksesi dhe interesimi i të rinjve, studentëve të Universitetit të Tetovës? Po mund të themi se interesimi ka qenë i jashtëzakonshëm. Ka qenë interesimi i jashtëzakonshëm për shkak se ka ekzistuar etja për arsim, sepse ajo pjesë ka qenë shumë e shtypur nga regjimi i Maqedonisë, edhe në atë pjesë edhe gjuha shqipe ka qenë shumë ka qenë e ndaluar, thuajse, themi e ndaluar
jo në kuptimin absolut, por në për institucione shtetërore është folë vetëm në gjuhën maqedonike. Kështu që gjuha shqipe është përdor shumë pak ose as pak në për institucione shtetërore, dhe për këtë arsye pra etja për shkollim ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Kështu që ky universitet ka mbjetuar falë dashurisë shqiptarëve që jetojnë në Maqedoni, falë donacioneve të cilët shqiptarët i kanë dhënë këtij universiteti, dhe tani ky universitet ka merita të jashtëzakonshme sepse pas që ka shkolluar kuadër nga Republika e Maqedonisë, ka shkolluar kuadër edhe nga Republika e Kosovës, sepse shumë studentë tonë të cilët për shkak të numrit kufizuar nuk mund të regjistroheshin në Kosovë, shkonin dhe regjistroheshin në Universitetin e Tetovës. Po ashtu ka pas edhe studenta shumë nga Republika e Shqipërisë, sepse edhe atje në për universitete ka qenë numri i kufizuar i studentave dhe ata vishin e regjistroheshin në Universitetin e Tetovës. Mund të them se në regionin e Maqedonisë ku jetojnë shqiptarët, ndikimi i fesë ka qenë jashtëzakonisht i madh. Dhe më kujtohet që në fillim vishin shumë femnat e mbështjellura me shamia, por në vitin 2005, kur kam lëshuar fakultetin e Tetovës dhe kam marrë punoj në Universitetet e Prishtinës, në falë ndikimit të këtij universiteti, shumë femna i kanë hiq shamijat edhe ju kanë përkushtuar arsimit dhe edukimit. Puna në universitetin tonë në Kosovë, ku ju tani punoni, si zhvillohet procesi mësimor akademik? Kushtet, cilat i kemi sot? Po, mund të themi se kushtet janë mesatare, nuk janë kushtet çfarë e kanë për shembull Universiteti AB ku punoj aty, sepse aty kije kushtet fantastike dhe ai Universiteti AB mund të krahasohet me universitete evropiane. Mirë po, megjithatë mund të themi se kemi do kushte elementare që mundsojnë që të zhvillohet normalisht procesi i mësimit. Problemi më i madh qëndron në faktin se Universiteti i Prishtinës nuk i ka kushtuar kujdesin e duhur përgatitjes së kuadrit të ri mësimor nëpër universitet. Kështu që shumë profesor të vjetër, të cilët tani veç përgatiten të shkojnë në pension ose kanë shkuar në pension, pas vetes nuk lën ndonjë profesor tjetër ose ndonjë asistent tjetër i cili kishte me përgjegjësi maksimale ta përmbushte detyrat dhe kërkesat që dalin për një profesori në universitet. Kjo është një met e madhe që patjetër se kalon pasoja në zhvillimin e matutjeshëm të procesit mësimor. Problemi i dytë është numri jashtëzakonisht i madh i studentëve. Në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Juridik, në vitin e parë kemi rreth 2000 studentë të regjistruar. Dhe shtrohet tani pyetja, a mundet që një profesor, një lëndë, që të mbajë ligjëratat me gjithë ta studentë në kushte normale? Është e pamundshme dhe për këtë arsye duhet që për një lëndë të zgjidhen jo një, por të zgjidhen 3 ose 5 profesor dhe ata të punojnë me gjithë ta studentë. Duhet thonë se në për universitetet tjera edhe ku ka më pak student, për një lëndë janë 2 e 3 profesor, për shkak se kjo e nxit konkurrencën, kjo nxit punën profesionale më të mirë të vetë profesorëve, sepse ata duke punuar së bashku, ata njëkohësisht edhe i bojnë konkurrencë njëri tjetrin, kështu që ata janë të detyruar që t'i kushtojnë vëmendje përgatitjes së tyre profesionale gjatë gjithë kohës. Ju jeni një kuadër i shquar i fshatit tonë. Po. Faleminderit për diçka për fshatin tonë. Po, fshati Dumash është një fshat i madh i komunës së Podijevës. Është një fshat që ndodhet në mesin e fushës së Llapit, i rrethuar prej fshatrave
të tjera, dhe më kujtohet kur isha në Nxënës dhe jetoja në këtë fshat, se ka qenë izoluar nga fshatrat tjera, sidomos gjatë stinës së vjeshtës, dimrit edhe pranverës, kur kishte të rreshura të mëdha atmosferike. Lumi llap shpesh përmbyte për veçante dhe përmbyte sipërfaqe të mëdha të arave, ne duhej të kalonim në për lumin llap dhe shpesh herë shkojshim në shkollë të lagur dhe shkojshim në atë mënyrë që kishim problemet mëdha për kalimin e lumit. Rrugë Tranqen, në dini, plot balt, dhe gjithë një duhej që të kalonim në për stomet rrugës në mënyrë që kur shkojshim shkollë, më shkojshim ashtu, sigur se ti shumar për ndonjë lartësie të madhe, në mënyrë që ti përshtateshim i shkollës, di që kushtet kanë qenë jashtëzakonisht të vështira. Tash fshati ka ndryshuar krejtësisht. Fshati sot i ka ujësjellsin, ka rrugën asfaltuar, ka kanalizimet, ka rrymen, dhe sot i gjason një lagje të qytetit. Dhe standardi jetësor në fshat është ngritur dukshëm. Për këtë arsye, unë dua shumë bashkëtarët e mi, sepse ata kanë treguar një shpirt aksionari, më kujtohet shkollën fillore e kanë ndërtuar me vetë kontribut, para luftës, kanë ndërtuar me vetë kontribut xhamin në mes të fshatit, elektrifikimin, më kujtohet isha i ri, e kemi ndërtuar pothuajse me punë vullnetare, kemi ujësjellsin po ashtu me punë vullnetare, kështu që domoshasit janë në fshatar, punëtar, të ndershëm, turp, edhe mbi të gjitha ata e duan arsimin dhe edukimin. Ku gjendet sot profesor doktor Hapti Podgorica në lëmin e shkencave juridike? Po, si thash edhe në fillim, unë vazhdimisht jam marrë me punë shkencore, jam marrë me punë shkencore. Unë kam botuar rreth 30 punime shkencore në për revistat ndryshme, në revistën e fakultetit ton juridik, në revistën Iliria, kam botuar në Shqipëri dhe në vende tjera, në Gjermani sidomos i kam botuar një 5 punime që janë përkthyera në gjuhën angleze dhe janë të shpërndara në 40.000 biblioteka të ndryshme të botës. Duhet them se kam botuar librin e parë, Procesi i tranzicionit dhe i privatizimit të pronës shoqërore dhe publike në vitin 2003, atëherë kur e kam mbrojtë edhe tezën e doktoratës. Ky libër ka qenë libri i parë në atë kohë që është botuar për privatizimin në Kosovë. Gjithashtu e kam botuar edhe librin që quhet Përgjegjësia civile juridike për mungesa të kontrata e ndërtimit, dhe ky libër po ashtu është një libër i parë në gjuhën shqipe që botohet me këtë temë, për shkak se deri me botimin e këtij libri nuk kemi pas ndonjë botim të tillë që i referohet përgjegjësisë për mungesa materiale të kontrata e ndërtimit. Jam motivuar për ta shkruar këtë libër qysh në kohën kur isha sekretarin kombinatin ndërtimor industrial Rami Sadiku në Prishtinë, sepse në këtë periudhë kam përfaqësuar edhe shumë konteste kombinatin ndërtimor industrial Rami Sadiku në Prishtinë dhe vazhdimisht jam përgatitur për të fituar ato konteste. Duhet theksuar se një libër po ashtu shumë i dashur për mua është libri e drejta familjare. Është një libër
Të cilën ju tani e ligjeroni? Po, të cilën tani e ligjeroni në për fakultete, e kum ligjeruar edhe në fakultetin, në Universitetin e Tetoves, dhe ky liber deri tani është ribotuar 4 herë. Duhet të theksoj se kur e kam shkruar këtë liber, kam pas parasysh edhe drejtën familjare në Republikën e Shqipërisë, kam pas edhe në Republikën e Maqedonisë, edhe në Republikën e Kosovës, dhe kam bërë përpjekje që ta paraqes të drejtën familjare si një tërësi unike, e cila ky tekst do të mund të përdorej në të gjitha universitetet shqiptare. Një liber tjetër po ashtu për mua shumë interesant dhe i dashur është libri e drejta trashëgimore. Ky liber është ribotuar edhe një herë dhe në këtë liber kam trajtuar çështjen e trashëgimisë sipas rregullatives ligjore në Kosovë, por gjithashtu jam shërbyer edhe me burime tjera juridike nga Republika e Shqipërisë dhe nga Republika e Maqedonisë. Si thash, pojente imja është edhe do të jetë që tekstet e ashme universitare, që të botohen në atë mënyrë që të jenë të përdoshme për gjitha universitetet në territorin e Republikës, në territoret ku jetojnë shqiptarët. Kështu me profesoreshën e Tiranës, Arta Balili, kam biseduar dhe kam propozuar që ne ta bëjmë një tekst të përbashkët, i cili po do të përdorej njëkohësisht edhe në universitetet tjera në trojet shqiptare. Mua më duket se na, bashkimin kombëtar, mund ta bëjmë edhe në këtë drejtim, sepse në këtë drejtim nuk na pengon askush që ta bëjmë bashkimin kombëtar. Dhe studentëve si atyre të Tiranës, ashtu edhe atyre të Tetovës, ashtu edhe atyre të Prishtinës, mund të japin një tekst i cili